zgjedhje për shkak se ata nuk duan ta lënë pavarësisht fitoren Albin Kurtin të qeverisë. Është absurditet mendohet që opozita e ka obligim me ia zgjedh presidentin. Ne si parti opozitare pavarësisht këtij qëndrimi apo kësaj rrethane politike e kemi sfidu veten dhe kemi dashur mi dhon hapësirë dhe mundësi që mi zgjedh një president. Dhe besoj që vetëm ai që nuk ka informacion, vetëm ai që nuk është i vetëdijshëm, ende mendon që zoti Kurti nuk ka faj në këtë blokadë. Mo ai po e shet shumë mirë këtë pjesë, zoti Lushnjak, çka keni bërë ju për informacion? Se narrativën ai po din ta. A di çka po pengon? Opozitarizmi juve është edhe kur ka qenë do thotë funksional kuvendi, po dhe tani a keni frikë të përballni sepse qytetari çka duhet kapet me zotin Kurtin për punë të mira që ka bënë, po e dim që jo. Por asnjë nga opozita nuk është e zëshme me të tregu cilat janë premtimet dhe mos realizimet. Jeni shumë në heshtje. E dyta, narracionet e Albin Kurtit vazhdojnë të jenë akoma funksionale. Kryesorja është kjo bllokuesit. E dyta, dim kush ka qenë bllokuesi i ne, që kemi do thotë gjithë procesin që e njohim, kush ka qenë bllokuesi i zgjedhjes së presidentit dhe i faturohet prap opozitës. Dhe akoma do thotë, unë çka po e lexoj është që gjithmonë lëvizja vetëvendosje për 2-3 hapa para opozitës dhe përshtin në një vetë kurth opozitën, sa që ju s'po dini me darë sikur po i shkonin domethënë zhargonit apo lëvizjeve të Albin Kurtit. Dhe një gjë e tillë do jetë e dëmshme edhe për demokracinë me kësaj lloj opozitarizmi, po e them sot direkt, dhe e dyta është sikur po viktimizoheni pa bërë veprime absolutisht. Ka kërkuar 2 emra, asnjëherë nuk i qua 2 emra dhe asnjëherë nuk dole pse nuk i jap ata të 2 emra. Ku nuk u kuptu pse PDK-ja nuk ja dha 2 emra për president. Dhe ai këtë kartë e përdor sot deri në proces kur të zgjedhja që PDK-ja ishte do thotë izoluese, nuk deshti me zgjedh presidentin. Bllokuese. Do thotë asnjëherë nuk peçoni mesazhin e qartë të qytetarit, jo te studiot, jo tek neve, po te ai i cili në fakt duhet ta bëjë ndryshime të votojë. Jemi në jashtëzakonisht ata që kanë vesh me dëgju, ata që kanë sy me po, ne kemi dhënë kauze do dali PDK-ja. Tash po shoh një luftë vetëm mes lëvizjeve vendosje dhe LDK-s, do thotë e treta bën një luftë për dal e dyta ose para. Në këto parzje deri më tani, çka shoh PDK-ja është jashtëzakonisht do thotë e heshtur. Pas një kauzë diku. Mundet me qenë qëllimi juaj, që është drejta ju me mendu si të dëni, por besoj që ne